Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ka që patën, as 24 orë nga dasma, çifti Egli Gjesti japin fund marrëdhënies së tyre. Dita nisi e qetë për çiftin e sapo martuar Egli dhe Gjesti në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por nuk vonoi shumë që tensionet të ndizeshin. Teksa bisedonin për gjumin dhe punët e shtëpisë, Egli vuri re se Gjesti kishte hequr unazën e martesës, një detaj që nuk i pëlqeu as pak. Nuk mbaj unazun kurrë as i martuar as me grua. Unaza plastike po martese jo. Duhet të ma njohësh tipin. U shpreh Gjesti. Por Egli nuk e mori me sportivitet. Ajo ju kundër përgjigj. Dakord se ta kam njohur suratin, por mos me majt as 24 orë më duket çudi. Je i pa fytyrë. Ja ktheu ajo e mërzitur nga veprimi i tij. Në shenjë proteste Egli vendosi ta heq edhe ajo unazën.